Në mbështetje të Osmanit dhe për një mandat të dytë, veprimtari shqiptaro-amerikan vjen me këtë mesazh të fortë. Veprimtari i njohur i komunitetit shqiptaro-amerikan në Shtetet e Bashkuara, Hari Bayraktari, ka ndarë publikisht një mbështetje të Vjosa Osmanit si presidente e vendit dhe për një mandat të dytë. Bayraktari, i cili ishte përfolur në publik si kandidat i mundshëm për president Kosovës përmes një video në Facebook, u ka bërë thirrje deputetëve të pozitës opozitës të votojnë Osmanin edhe për një mandat. Për 5 vite, presidentja Osmani ka punuar ngushtë me komunitetin shqiptaro-amerikan dhe me miqtë ta në Washington. Punën që kemi nisur së bashku nuk duhet ta ndalet. Objektivi është i qartë, anëtarësimi i Kosovës në NATO, prandaj unë përkrah fuqishëm dhe një mandat të dytë për presidenten Osmani. Për 5 vjet, presidentja Osmani ka përfaqësuar Kosovën me dinjitet dhe ka forcuar lidhjen me Shtetet e Bashkuara. Kosova nuk fiton asgjë nga përçarjet, bllokadat dhe zgjedhjet e reja. U bë thirrje deputetëve pozitë opozitë të votojnë presidenten Osmani, tha Bayraktari.